Që nuk ka ndonjë hematomë ose ajtje ose diçka në rastet kur ka fraktura, mundet me ndodhë me ka në heshtë në si incidente? Po du me thonë kështu me definu. Pe këtë përvojës që unë kam me tek frakturat e fëmis është një, për me identifiku një fraktur janë 3 sende të arta që na i shohim, që është dhimbja, si e para, është ajtja si e dyta dhe hematoma si e treta. Çka ndodh te fëmijët deri në moshën 2 vjeçare, po flasim. Hematoma është shumë shpesh jo evidente. Dhimbja është një simptom që ne kanjëherë nuk e dim qatë sakta po qanë pse po donë diçka të ëmbëlsira për vëmendje, apo është perimen një dhimbje. Dhe që kjo është qajo një send shumë i vogël që mundet me dalu, diçka nuk është në rregull, dhe hematoma shpesher na mungon. Nëse një fraktur të fëmijët është shfaq hematoma, atëherë jemi të bisedu për një fraktur që është ma e madhe, që është ma e dislokume, dhe qarkullimi e ka bo qashtu që qarkullimi gjakut është qaj që na bën njeve hematomën dhe qajo hematomë, dhe më thënë atëherë fatkeqësisht duhet me këshyr në planin qysh po doj me trajtu e ka njëherë duhet edhe në mënyrë operative.